3 sinjale telepatike që tregojnë se dikush po mendon thellë për ty. A ke ndjerë ndonjëherë pa pritur praninë e dikujt, edhe pse ai person ishte kilometra larg, po bëje diçka të zakonshme, lexoje, punoje ose thjesht rrije në qetësi, dhe pa pritur një fytyrë u shfaq në mendjen tënde. Një emër përshpëriti në mendimet e tua. Një val emocionesh preku zemrën tënde dhe nuk mund të shpjegoje pse. Miku im, kjo nuk është rastësi. Ky është një sinjal telepatik. Është lidhja e padukshme midis dy mendimeve, midis dy shpirtrave që refuzon të zbehet edhe kur bota thot se duhet. Telepatia nuk është fantazi, është energji, është dridhje, është rrjedha e padukshme e emocioneve që udhëton nga një zemër në tjetrën në heshtje, me forcë dhe shpesh pa thënë asnjë fjalë. Sot dua të ndaj me ty 3 shenja të fuqishme telepatike që tregojnë se dikush po mendon thellë për ty. Jo thjesht rastësisht, jo si kujtim, por sepse ai apo ajo ndjen energjinë tënde, mallin për praninë tënde dhe lidhet me shpirtin tënd në një nivel që shkon përtej fjalëve. E para, ndjen energjinë e tij nga asgjëja, një ndryshim i papritur emocional. Shenja e parë telepatike ndodh kur emocionet e tua ndryshojnë papritur pa ndonjë shpjegim logjik. Zgjohesh në mëngjes normalisht, por pasdite ndjen papritur trishtim, ngrohtësi, frikë ose gëzim dhe asgjë në jetën tënde nuk e shpjegon këtë. Kjo valë emocionale nuk është e jotja, është energjia e tij. Kur dikush mendon thellë për ty me dashuri, faj apo mall, energjia e tij arrin tek e jotja. Shpirtrat tuaj dikur kanë ndarë të njëjtën frekuencë dhe ajo nuk zhduket thjesht sepse kalon koha ose rritet heshtja. Mund të ndjesh ngrohtësi në kraharor, si të zgjerohet zemra, një ndjesë pickimi apo dridhje në trup, një rëndesë të çuditshme ose një qetësi të thellë sikur dikush të ketë hyrë në hapësirën tënde emocionale. Në mënyrë shpirtërore kjo quhet rezonancë empatike. Është shpirti yt që merr sinjalet se energjia e dikujt tjetër është e drejtuar ndaj teje. Imagjino këtë, je ulur natën në dhomë. Bota është e qetë, nuk po mendon për askën, dhe papritur imazhi i tij shfaqet në mendjen tënde. Bëhesh emocional, buzëqesh ose të mbushen syt me lot pa asnjë arsye. Trupi yt reagon. Zemra jote fillon të rrahë ndryshe. Frymëmarrja bëhet më e qetë. Dhe për një moment e ndjen atë. Kjo është shenja e parë telepatike, transferimi i energjisë përmes emocioneve. Kur mendimet e një personi për ty janë mjaftueshëm të forta, ato krijojnë një rrjedhë emocionale që ka përcen distancën dhe kohën. Shpirti yt e ndjen si një ndryshim të papritur, sikur të lidhesh me një frekuencë të padukshme. Mund të ndjesh edhe një dridhje ose dhimbje në zemër, veçanërisht në momentet e qeta. Sepse në heshtje shpirti yt dëgjon më shumë se mendja. E dyta, sheh shenja, modele ose sinkroni të përsëritura. Shenja e dytë telepatike vjen përmes vetë universit. Kur dikush mendon thellë për ty dhe dërgon vazhdimisht energji në drejtimin tënd, ajo energji fillon të reflektohet në rrethin tënd përmes shenjave. Mund të vëresh numra që përsëriten si 11, 11, 222 ose 333. Sa herë që e mendon, emri i tij shfaqet rastësisht në ekran, në një libër, në një tabelë reklame apo në një bisedë. Këngë që të kujtojnë atë fillojnë të dëgjohen rastësisht. Ëndrat duken tepër reale për të qenë rastësi. Kjo nuk është imagjinat, është gjuha e universit. Kur dy mendje dërgojnë dhe marrin energji në nivel telepatik, kur mendimet janë të pastra dhe të fuqishme, ato tërheqin modele përputhjeje. Është sikur realiteti përkulet pak për të pasqyruar lidhjen. Vetdia jote dhe ajo e tjetrit janë të ndërthurura. Edhe nëse nuk keni pasur kontakt për muaj apo vite, një lidhje e krijuar nga emocione të thella nuk zhduket kurrë plotësisht. Ajo vetëm ndryshon formë. Ndonjëherë bëhet kujtim, ndonjëherë mall, ndonjëherë energji shpirtërore që udhëton nëpër hapësirë e kohë. Dhe kur kjo ndodh, bota jote e jashtme fillon të pasqyrojë këtë lidhje të padukshme. Fillon të vëresh gjëra që të çojnë vazhdimisht në mendimin e asaj personi, sikur realiteti të përshpëriste butë, ai po mendon edhe për ty.
Shumë njerëz e quajnë këtë një sinjal pasqyrë. Të ka ndodhur ndonjëherë, përpiqesh të harrosh dikë, por pa pritur gjithçka të kujton atë. Ngjyra e tij e preferuar, aroma, një fjali që dikur tha. Duket sikur universi nuk të lejon të harrosh. Kjo ndodh sepse energjia e tij ende të arrin. Mendimet e tij janë aq të forta sa të dërgojnë val në vetdijen tënde, dhe universi i përcjell ato përmes rastësive që nuk janë rastësi. Këto sinkroni janë shenja e dytë telepatike, një tregues i fuqishëm që dikush po mendon thellë për ty, dhe universi po vepron si ur midis shpirtrave tuaj. E treta, ndjen një prani të padukshme, sikur ai person të ishte afër shpirtërisht. Shenja e tretë dhe më e fortë telepatike është ndjenja se dikush është pranë teje, edhe pse fizikisht është larg. Ajo ndjesi e papritur sikur dikush hyri në dhomë. Miza në lëkurë pa arsye. Ndjesia se po të shikon dikush por me ngrohtësi, jo me frikë, ose instinkti për t'u kthyer sepse pret ta shohësh pas teje. Kjo ndodh sepse energjia e mendimit nuk udhëton thjesht, ajo viziton. Kur dikush mendon për ty me ndjenjë, shpirtërisht apo me dashuri të thellë, mendimet e tij krijojnë një gjurmë energjie që lëviz drejt teje. Është sikur një pjesë e vetdijes së tij të kapë e të thotë: më mungon, ose jam këtu. E ndjen më shumë në qetësi gjatë meditimit, para gjumit ose sapo të zgjohesh. Në ato momente, mendja jote logjike hesh dhe shpirti yt bëhet pranues. Ndonjëherë ndodh përmes ëndrave. Ëndërron për atë person me qartësi, edhe pas vitesh pa kontakt. Zgjohesh dhe ndjen sikur vërtet e ke takuar diku përtej botës fizike. Nuk është imagjinat. Është takim telepatik, shpirtrat tuaj lidhen në nivel shpirtëror. Shumë njerëz e përjetojnë këtë pas lidhjeve të thella, dashurive intensive ose ndarjeve të dhimbshme. Emocionet e forta lën gjurmë të forta energjie dhe energjia nuk vdes kurrë. Pra, kur ai mendon për ty, ajo energji lëviz, të rrethon, prek shpirtin tënd. Dhe nëse je mjaft i ndjeshëm, e ndjen si një përqafim i padukshëm ose një përshpëritje e butë. Ende kujdesem për ty. Kjo është shenja e tretë telepatike. Dhe kur ndodh, është një nga përvojat më të thella që njeriu mund të ketë, sepse kupton se dashuria dhe mendimi nuk njohin distancë. Si ta dish që është e vërtetë dhe jo imagjinat? Ndoshta pyet veten, si mund të jemi sigurt që nuk është vetëm imagjinat? Pyetja e mirë dhe ja përgjigjja. Kur mendimi shfaqet papritur, pa e kontrolluar dhe sjell me vete një emocion të fortë ose reagim fizik, nuk është imagjinat. Imagjinata është e planifikuar. Energjia telepatike është spontane. Kur dikush mendon thellë për ty, e ndjen edhe në ditët kur nuk mendon për të. Është si një valë e butë që nuk shuhet derisa ta pranosh. Mund të përpiqesh ta injorosh, por ajo mbetet në këngë, në ëndra, në çaste qetësie. Energjia e vërtet telepatike ndihet, nuk detyrohet. Ajo ndihet reale, emocionale dhe shpesh shoqërohet me paqe, trishtim ose dashuri, varësisht nga ajo që personi tjetër ndjen për ty. Kuptimi më i thellë i sinjaleve telepatike. Pse e përjetojmë këtë? Sepse ne nuk jemi vetëm njerëz, ne jemi energji. Mendimet, emocionet dhe kujtimet tona dërgojnë frekuenca që lidhen me ata me të cilët kemi ndarë një lidhje të thellë. Kur e dodik me shpirt, lë një gjurmë energjie në zemrën e tij. Kjo lidhje nuk zhduket, edhe nëse marrëdhënia përfundon. Ndonjëherë universi lejon këto momente telepatike për të kujtuar se dikush ende të do, se falja është e nevojshme ose se një përfundim po afrohet. Sinjalet telepatike nuk janë aty për të mbajtur në të kaluarën. Ato ekzistojnë për të zgjuar vetdijen tënde. Të kujtojnë se lidhja është reale, se energjia është e përjetshme dhe se dashuria, në formën e saj më të pastër, nuk mbaron kurrë. Çfarë duhet të bësh kur e ndjen? Kur fillon t'i ndjesh këto sinjale telepatike, mos u frikëso dhe mos i analizoni tepër. Merr frymë thellë, qetësohu dhe thjesht dëgjo. Pyet veten, çfarë ndjej tani? Çfarë kujtimi apo emocioni sjell kjo energji? Ndjej paqe apo dhimbje? Nëse ndjen paqe, është një mendim dashurie që të ka arritur.
Nëse ndjen trishtim, ndoshta shpirti i atij personi kërkon falje ose çlirim. Në atë rast dërgo dashuri mbrapsht, jo me fjalë, por me energji. Mbyll sytë dhe thuaj në heshtje, e ndjej mendimin tënd, të dërgoj paqe dhe dritë. Kur ta bësh këtë, harmonizon energjinë tënde me paqen, jo me lidhjen. Lejon që të dy shpirtrat të shërohen e të rriten. Mos harro, telepatia nuk do të thotë vetëm të dish që dikush po mendon për ty. Do të thotë shkëmbim energjie. Dhe çdo herë që zgjedh paqen, ngre dridhjen e të dy shpirtrave. Bukuria e lidhjes së padukshme. A nuk është e bukur të dish se dikush mund të gjejë edhe në heshtje? Se distanca, koha dhe fjalët nuk mund të shkatërrojnë një lidhje të krijuar nga emocioni i pastër? Kur ndjen këto sinjale telepatike, shikoj si dhuratë shpirtërore, jo si barë, sepse ato do të thonë që shpirti yt ka prekur një tjetër shpirt në një mënyrë që edhe universi e njeh. Diku atje, dikush po mendon thellë për ty tani. Ndoshta nuk të shkruan, nuk e thot me zë, por mendimet e tij të arrijnë në çaste qetësie, në muzikë, në ëndra, në ato valë të vogla emocionale që vijnë e shkojnë si një përshpëritje në erë. Dhe kjo, miku im, është fuqia e dashurisë së padukshme, ajo dashuri që nuk ka nevojë për prova, sepse shpirti yt tashmë e di që është e vërtetë. Mendime përfundimtare. Sinjalet telepatike nuk janë fantazi mistike, ato janë kujtesa se lidhja njerëzore është më e thellë se sa mendojmë. Prandaj, herën tjetër që ndjen një valë të papritur emocionesh, sheh rastësi të çuditshme ose ndjen praninë e dikujt në heshtje, ndalo dhe buzëqesh. Sepse dikush po mendon thellë për ty, jo me fjalë, por me energji, me dashuri, me gjuhën e heshtur të shpirtit. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, edhe shpirti yt po mendon për të.